Hey, përshëndetje miq të dashur të Radio Sol dhe të Kinotek në Sol. Përshëndetje Viola. Përshëndetje Gon, përshëndetje miq të Kinotekës. Un jam shumë mirë me super energji për të filluar edhe këtë episod të 28 majit në Kinotek në Sol. Ju e dini, mund na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, mund na dëgjoni në radio 89.0 FM. Kujdes se rripin e sigurimit dhe u dëtoni të sigurt ndërkohë që shijoni pikërisht këtë episod. Mirë. Sot është 28 maj, pra, edhe kemi shumë gjëra interesante për të folur, për të diskutuar dhe të ftuar në studio. Dhe me që jemi tek 28 maj, do flasim për dramën psikologjike dhe sociale sot. To do të jenë sugjerimet tona, por përpara kësaj ka ndodhur shumë ngjarje të rëndësishme në botën e artit, një pjesë të cilave do t'i përmendim patjetër, do t'i kujtojmë. Fillojmë me parën. 28 maj në vitin 2014 kur ndroi jetë Maya Angelou, autore dhe aktiviste e njohur amerikane në moshën 86 vjeçare. Kush nuk e njeh Maya Angelou? Unë personalisht e admiroj për figurën që ajo ka qenë dhe për atë që ka transmetuar për gjatë gjithë karrierës dhe aktivizmit të saj. Vazhdojmë tek viti 2021 me një nga filmat e mi të preferuar, në fakt, Cruella, me protagoniste Emma Stone, publikohet pikërisht në këtë datë, në 28 maj në vitin 2021. Dhe po në atë ditë publikohet një nga filmat e tu jo të preferuar, A Quiet Place Part 2, pjesa e dytë. Filmi horror dhe vazhdimi i tij, pjesa e dytë, pikërisht në 28 maj 2021. Mirë, vazhdojmë tek ngjarja e fundit në vitin 2022. Më 28 maj, filmi Triangle of Sadness i Ruben Östlund fitoi Palmën e Artë në festivalin e Cannes. Do të flasim tani për 5 filma sugjerim që kemi për këtë episod dhe për 2 libra, do t'i përmendim. Fillimisht e pasi do të ndalemi pak më gjatë, duke nisur nga Dead Poets Society i vitit 1989 nga Peter Weir. Vazhdojmë me Precious i vitit 2009 nga Lee Daniels. Short Term 12 i vitit 2013 nga Destin Daniel Cretton. Vazhdojmë tek i radhës The Half of It i vitit 2020 Alice Wu. Dhe filmi fundit 1001 i vitit 2023 nga A.V. Rockwell. Vazhdojmë të flasim pak shkurtimisht lidhur me atë se çfarë kanë në përmbajtje secili prej tyre filmave që ne sugjerojmë në këtë episod të Kinotekës, duke filluar me të parin. Dead Poets Society është një klasik, është një film i madh i vitit 1989 me regji të Peter Weir, luan Robin Williams në një nga rolet më të dashura për ndjekësit, fansat dhe ata që pëlqejnë kinematografinë, në rolin e një mësuesi letërsie që frymëzon nxënësit që të ndjekin ëndrat dhe zërin e tyre të brendshëm përmes poezisë. Filmi trajton tema të thella si presioni social, vetvlerësimi dhe të menduarit ndryshe. Është nominuar për Oscar dhe ka fituar çmimin për skenarin më të mirë origjinal, çmimin Oscar. Një film që mbetet i vlefshëm për çdo brez që kërkon zërin e vet, një klasik. Vazhdojmë me sugjerimin e radhës, Precious i vitit 2009 nga Lee Daniels, i bazuar në romanin Push nga Safir. Është një film që në fakt prek historinë e një vajze që përballet me abuzime ekstreme fizike dhe emocionale. Por që përmes shkrimit dhe mbështetjes së një prej mësueseve të saj, ajo fillon që të ndërtoj gradualisht një jetë të re. Është fituesi 2 çmimeve Oscar, përfshirë këtu aktoren më të mirë në rol dytësor dhe padyshim që është vlerësuar për ndershmërinë e tij brutale dhe fuqinë shëruese të tregimit. Ka treguar këtë fenomen social të rrezikshëm, të frikshëm, pa përdorur filtra, pra me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme dhe të perceptueshme nga i gjithë publiku. Mirë, kalojmë te Short Term 12, viti 2013 nga Destin Daniel Cretton. Një film i ndjeshëm dhe i vërtet që ndjek jetën me një qendër strehimi për adoleshent me trauma. Brie Larson interpreton rolin kryesor në mënyrë mbreslënse si një punonjëse që vet ka kaluar një jetë të tillë të vështirë. Filmi ka marrë vlerësime të larta kritike për ndjeshmërinë, përfaqësimin emocional dhe realizimin e mirë kinematografik. Do vazhdojmë tek i radhës The Half of It i vitit 2020 nga Alice Wu. Është një dramë romantike për adoleshentët, po themi, me thellësi dhe trajton ndjeshmërisht
ndjenja sikurse mund të jenë vetmia, identiteti, miqësia, ato që në fakt janë në kryeqendër të diskutimeve të shumta her pas here. Personazhi kryesor, Ellie Chu, është një adoleshente introverte dhe intelektuale nga ana tjetër, që shkruan letra dashurie për të tjerët, ndërkohë që përpiqet të gjej zërin e saj. Fituese e çmimit të audiencës në Tribeca Film Festival, shumë i dashur për të rinjt, një film plot mesazhe dhe që patjetër vlen të merrni nga koha juaj për ta parë dhe pikërisht për të marrë më të mirën prej tij e për ta bërë pjesë të integruar të realitetit tuaj. Dhe i fundit, po jo për nga rëndësia, është 1001 i vitit 2023 nga Avi Rockwell, fituesi i çmimit të madh të jurisë në Sundance. Ky film ndjek një grua, pra tregon një grua e cila e rrëmben djalin e saj nga sistemi i kujdesit social në përpjekje për t'i dhënë një jetë më të mirë në Harlem. Një histori e fuqishme për lidhjet familjare, sistemet që dështojnë pra individin dhe përpjekjen për t'u rikthyer te vetja. E kemi si thua e gjejmë shpesh këtë motiv të rikthimit tek vetja në këta filma. Filmi është vlerësuar për fuqinë emocionale dhe performancën e shkëlqyer të aktorëve. Megjithatë, ju e dini, në kinotek nuk mbetemi vetëm tek filmat, do të kemi edhe sugjerimet për libra, për ju që keni pak më shumë kohë dhe që preferoni që ato pamjet që do t'i shihni në një film ti vizualizoni duke shfletuar fletët e një libri, kështu që do të shkojmë menjëherë me sugjerimet tona. Një lutje për Owen Mini i vitit 1989 nga John Irving. Dhe jetë e trazuar vitit 1981 e Etty Hillesum. Niset ti me John Irving. Një lutje për Owen Mini është në fakt një roman magjepsës dhe prekës për misin, besimin dhe fatin. Fati sa i rëndësishëm që është. Owen është një djalë i pazakont me një zë të jashtëzakonshëm dhe një ndjenjë të thellë për mision. Historia e tij është rrëfyer nga miku i tij i ngushtë, është një eksplorim i shpirtit njerëzor përballë padrejtësisë dhe çuditërave të jetës, sepse jeta në thelb gjithmonë na surprizon her pas here. Dhe që nuk kursehet fare. Nuk kursehet as pak, aq më tepër kur ti ja kërkon që të kursehet, atëherë vjen më vrullshëm. Libri përmban nota politike, fetare, filozofike, por mbetet patjetër thellësisht njerëzor, sepse edhe këto tre element të përmendur më sipër janë pjesë e realitetit të njeriut. Pra njeriu e formon jetën e vet përmes elementeve të ndryshëm, ndër të cilat bëjnë pjesë edhe ato të sipër përmendurat. Është një klasik i padiskutueshëm që prek thuajse të njëjta tema të përafërta si Dead Poets Society apo 1001. Mirë, jetë e trazuar është botuar në vitin 1981, por në fakt përmban ditarët prej vitit 1941 deri në vitin 1943 të Etty Hillesum. Pikërisht një gruaje hebreje holandeze e cila jetoi gjatë Holokaustit. Nëpërmjet shënimeve të saj personale, ajo shpalos një udhtim të thellë shpirtëror dhe intelektual, duke reflektuar mbi dashurinë, vuajtjen, kuptimin e jetës në rrethanat ekstreme në të cilat ajo gjendej. Libri është një dëshmi e fuqisë së brendshme dhe përkushtimit ndaj humanizmit edhe në kohët më të errta të njerëzimit. Tani do të dramatizohemi ose do të dramatizohemi më shumë me këngën Varet. Se në fakt është këngë goxha e thellë dhe besoj çdo brez e njeh. Hotel California nga Eagles. Shijojeni, pastaj rikthehemi këtu në studion e Kinotekës me një të ftuar speciale në këtë episod. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Në fakt such a lovely face ka edhe e ftuara jonë, e cila nuk di si ta përshkruaj më së miri sepse bën shumë gjëra në të njëjtën kohë, por shife. Është content creator, është inxhiniere me profesion, inxhiniere. Është menaxhere shitjesh. Dhe më e rëndësishmja është lexuese dhe promovuese e apasionuar libra, se neve te librat jemi të interesuar. Ne jemi të interesuar të gjitha. Besoj kjo është gjë shumë interesante. E kanë parë Georginën. Georgina, mirë se erdhe në Kinotek. Ndjehem e mrekulluar në prezencën tuaj. Faleminderit. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Mos të vjollës. Shumë faleminderit që s'më përmende, nuk ka problem. Edhe tënde sigurisht. Po gjithmonë ladies first. Patjetër, nuk e themi se çfarë vjen pas, po nuk ka problem. Georgina, tani kur njerëzit të shohin ty në rrjetet sociale, e ndajnë mendjen menjëherë. Kam përshtypjen që kjo vajza ka vendosur që të jetë ndryshe. Thon ata. Kur vendoset ti jesh ndryshe? Kur vendosa unë të isha ndryshe. Aha. Ky është një proces që nuk vjen për një herë, vjen
me ndryshimin tënd si individ, ti fillon jo vetëm të lexosh libra të ndryshëm, po edhe të kesh eksperjenca të ndryshme jete. Kam qenë gjithmonë ajo vajza në shkollë që moshë të hershme ndjeja veten ndryshe dhe thosha me veten time që kjo gjë që po unë po bëj nuk është në konform me ato që bëjnë fëmijët e tjerë, për shembull, ose adoleshentët e tjerë, dhe si thua gjithmonë isha pak e tepër nga turma. Ndonjëherë kjo më bën të ndihesha pak edhe si ajo deli e zezë që do të dalësh ti, dhe shpesh herë në shoqërinë tonë kjo shikohet si diçka që ka diçka që nuk shkon me ty. Çfarë bëhet ti Xorgjin që ty të shihni ndryshe, që dishe kjo delja e zezë e shoqërisë ndryshe nga fëmijët e tjerë? Po, tani ideja është këtu që gjithmonë kur ti di diçka më shumë, do shikohesh me dyshim. Edhe qoftë edhe të lexosh më shumë, qoftë edhe të jesh më e shkathët diku për shembull një sport të saktuar, është gjithmonë ajo tendenca për të parë ky ka diçka më tepër. Por është edhe një formë energjie që ti e transmeton individëve të tjerë, që ato e ndjejnë që ti ke diçka që nuk përputhesh dot me grupin e tyre. Pra, nuk ka të ngjashëm. Nuk ka të ngjashëm dhe praktikisht kjo të bën ty që ndonjëherë të strukësh në atë guackën tënde dhe dashur pa dashur bësh edhe në qendër të vëmendjes. Kjo pastaj që e vogël fillon të çohet drejt le të themi asaj të qenit introverte, pastaj me kalimin e kohës si kupton që shikoj se kjo që un kam nuk është se është diçka e keqe, por është diçka e mirë, është një forcë, është një fuqi që unë e kam. Si ka qenë ajo historia e Rosakut të shëmtuar? Rosakut të shëmtuar, edhe tash që përmendë, gjithmonë e kam kur isha e vogël më pëlqen shumë këto prallat e Andersenit. Prallat e Andersenit, Zemrat, Montanimisht, dhe gjithmonë i përmend tek faqja ime këto si libra, sepse ishin ato libra që mua më futën atë dashurinë e parë për botën e librit, ishin shumë më shpirtëror, shumë të thellë. Edhe pse atëherë unë i kuptoja me aq sa unë të dija si fëmijë, me kalimin e moshës fillova të futesha pak më thellë në ato që donte të thoshte autori me ato libra. Dhe Rosaku i shëmtuar është pikërisht kjo. Është një alegori shumë e bukur që ku ti e gjen veten po pra, është pikërisht kjo që ti nëse nuk je në grupin e caktuar, ti do ndihesh inferior, do ndihesh dikush që nuk kanë lidhje me këtë grup edhe nuk do ndihesh me veten tënde. Në momentin që ti gjen nuk i përket nuk të bën më me pak vlerë nga pjesa tjetër. Sepse Rsaku i shëmtuar sipas prallës në fakt nuk ishte një rsak, por ishte një miell. Në fakt ishte një miell shumë e bukur. Kur doli nga ajo ferma ku e godisin e vrisin të gjitha, ai u kuptoi që ishte një miell me të gjithë grupin dhe ato i thanë që ti je miell më me bukur që ne kemi parë. Por dua të them edhe një shprehje për këtë se gjithmonë e citoj, është një shprehje që ka thënë Albert Einstein, kur isha e vogël më pëlqente shumë këtë biografinë e këtyre fizikantëve dhe thoshte që nëse gjykon një peshë nga aftësia për të ngjitur në pemë, do ta kaloj gjithë jetën duke menduar se është budalla. Sigurisht, sepse aftësia e peshkut është të notoj në ujë të ngjitur në pemë. Tani ti provokon shpesh edhe te faqja jote jo vetëm libra në Instagram, TikTok apo jo? TikTokun nuk e përdor shumë tani nga që është bërë kjo. E kuptoj. Po që e kishe edhe në TikTok. Është diçka fare e ndaluar. E kuptoj. Megjithatë njerëzit e përdorin këtu me rregulla gjithsesi. Me VPN ne na pëlqen të thojmë rregullat, kështu që punë e madhe. Ti provokon shpesh përmes mënyrës se si flet, se si vishesh, se si komunikon. Unë kuptoj që provokimi është në fakt një mënyrë shumë e mirë për të përçuar një mesazh që ti do t'i japësh. Tani, është kjo apo thjesht fakti që ti ke hequr çdo censur? Censur. Tani, nëse flasim për censur, s'ke më censur fare, domethënë. Ideja nuk është e censurës, por e të drejtës e lirisë së fjalës në mënyrën tënde. Pra, praktikisht ekziston një stereotip në shoqërinë shqiptare, që një vajzë që lexon libra, që është e studiuar, që ka shumë dije, duhet të jetë me dojmos e mbuluar, nerd, introverte, duhet të mos ketë guxim të flasë, duhet që të jetë një vajzë që si thua është në thonjza serioze, nuk bën kargjozulli që ku di unë. Edhe ndoshta ky devijimi im i ka bërë njerëzit të stepin, thonë që wow, po kjo bën sikur lexon apo lexon në të vërtetë. Gjë të gjithë në jetën reale të që më njohin mua si individ, sepse ti mund ta dallosh shumë mirë një individ i cili është i lexuar nga një individ i cili bën sikur di në këtë fakt, edhe veç kësaj të pasioni është diçka e jotja, është diçka që ti e do dhe nuk e pse i thua botës të shtirës që shikoj se unë i dua librat që vetëm për t'ju treguar juve që ju du libra. Praktikisht të gjithë ato që më njohin mua që
që ku isha fëmijë, por edhe adoleshente, din sa e lidhur kam qenë unë me botën e librit, por edhe me dashurinë time për dijen edhe për të shkuar më tutje se ajo që neve na ofronte shkolla praktikisht. Që mbase ta pjesa provokimit futet tek pjesa e goditjes disa fenomeneve shoqërore, i vetëm për këtë pjesë të lirshmërive të vajzave, të cilat shpeshherë duhet të tregojnë karakter, në atë gjë që kërkojnë duhet të jenë të vendosura dhe të kenë bindje të thellë në gjërat që ato duan, dhe jo thjesht të krijojnë modelet që shoqëria ua imponon atyre. Po shikoj se te kjo pjesa e provokimit le të ngelemi, se është mjaft interesante. Çfarë do të thotë ti njerëzve të cilët sapo të shohin, sigurisht pa të njohur, edhe mbase s'kan kohë të njohin, se jeta të rastishme lloj-lloj njerëzish që nuk e kohë të njohësh të gjithë, se aq është, që do të thonin, kjo thjesht po kërkon vëmendje. Si do të përgjigjesh këtyre? Atëherë, pikë së pari, ne na mungon kultura e muzeve shumë në Shqipëri. Çka do thotë që ne nuk shohim portrete nudo, siç mund të shohin në Europë e të tjera. Dhe kjo pjesa e zhveshjes ndonjëherë shikohet klishe dhe lidhur shumë me pornografinë. Ndërkohë që zhveshja si simbolik, kur flas për zhveshjen, flas në pjesën e sensualitetit të voyeursit të një vajze, të një gruaje, shikohet edhe zhveshja e mendimeve. Le të themi ajo heqja e të gjitha barrierave, dhe kjo është simbolika që unë dua të shpreh me këtë pjesën e provokimeve që kam bërë më së fundmi, që unë jam e lirë vetëm në trupin tim si vajzë ta dua vetveten, por edhe në mendimin tim të lirë dhe të shprehissim ndaj shoqërisë. Pastaj ata që duan ta shohin sikur kërkon vëmendje, le ta shohin punë e madhe. Nuk është se kjo gjë më vret në fund të ditës. Nuk ka pasur një moment sepse është një pasqyrë e tyre reflektimit që ata shohin të vetes së tyre, të fakti që shpesh herë unë e kuptoj, nuk dalem sidomos jam çik mbrojtëse ndaj gocave, sepse mund të kalojnë situata të tipit të bën xheloze se dashurit e tyre më shikojnë ku diu në rrjetet sociale. Ka ndodhur ndonjë situatë e tillë Xherxhin? Po, domethënë jo, mënyra se si shkruajnë unë i kuptoj, arrit të kuptoj që për shkakun mund të kenë ndodhur situatë të tilla dhe i them nuk kam unë problemi në fund të ditës. Edhe është koha që ta kuptoni që nuk është vajza problemi. Që nuk është ajo tjetra problemi. Okej, se unë jam konflikt interes. Që të vijojmë në cilin moment po themi je ndjer realisht e keq kuptuar nga publiku. Pra një situatë, një rast që do doje ta kujtoje. Patjetër. Shiko, nuk është se është hera parë që e bëj këtë taktikë. Unë më pëlqen shumë të luaj pak me mendjet e njerëzve, të them të drejtën, edhe te pjesa e reagimeve të shoqërisë, si të reagojnë këto nëse bëj diçka tjetër nga e zakonshmja. Më ka ndodhur një herë që bëra një video, sepse kur ti përdor fjalë të caktuara, ti ndikon edhe tek mendja e njeriu në mënyrën se si ti i thua atë fjalë, por edhe fjalët që ti përdor. Për shembull, ti mund të përdorësh fjalë që duken shumë të rënda, por në fakt në vetvete kuptimi i tyre është shumë i saktë dhe i logjikshëm për fenomenin. Për shembull, unë si vajzë, më pëlqen të vishem, më pëlqen të dal, më pëlqen të bëj aventura e të tjera, dhe në vetvete kjo nuk është e mjaftueshme. Pse nuk është e mjaftueshme? Sepse një vajzë nuk duhet të mjaftohet vetëm me paraqitjen, pra me pjesën e jashtme të saj, me fasadën, por duhet edhe që të studiojë pjesën e saj të brendshme. Pra të jetë një individ që ajo njëkohësisht që mund të jetë një vajzë seksi, për shkakun që ti e shikon, por të jetë një vajzë që ka një botë kulturore të pasur. Sigurisht, patjetër. Dhe një herë bëra një video që thosha që vajzat të cilat vetëm zhvishen nuk kanë kapacitet, por e thash në mënyrë aq troç sa që kjo gjë u keq kuptua. Nuk ishte ideja që unë të thosha që shiko, juve që dilni ku di me bikini jeni kot, por ishte ideja që thosha që vajza mos u mjaftoni vetëm me këtë gjë, por shkoni përtej kësaj sepse nuk mjafton vetëm bukuria. Një ditë do plakemi, një ditë do kemi shumë gjëra të cilat do na bëjnë neve të reflektojmë çfarë duam dhe cilët duam neve të jemi. Pra, sigurisht bukuria është një aset, është një plus, dhe sigurisht ndoshta edhe kjo më ka ndihmuar dhe mua. Por në fund të ditës unë e shoh diçka këtë si pjesë e jashtme e qenies sime. Ndërsa qenia ime vërtet është ajo që unë shpreh, apo ndihma që unë jap individëve të tjerë për të zhvilluar empatia ime, dashuria që unë jap shoqërisë, familjes etj. Dhe kjo është bukuria që do të shoqëroj deri në fund jetës. Një sekondë se duhet ta kuptoj. Më dale, më ke ndërprer 7 herë. Po pritet tash një sekondë valla, çfarë mund të bëj? Jepi. Po pritet tani. Besoj e kuptuat edhe ju që s'jam fare me nervë. Besoj e kuptuat që nuk është fare xheloze. Fare. Jo xheloze, jo, me nerva, me nerva. Se gjithmonë doni të bëni vajzat që janë xheloze. Po kështu është batuta. Ne duam gjithmonë të provokojmë.
Unë duhet kuptoj me qenë unë duhet kuptoj diçka. Që ta kuptoj tamam atë të shkosh për te pamjes jashtme. Tani tek ty konkretisht libri është streha apo është arma jote? Mendo mirë se Atëherë, libri për mua unë mund ta quaj më tepër si një mjet, si një armë të fuqishme ndryshimit të njerëzimit dhe njëkohësisht duke përdorur atë si strehën e njeriut. Pse si strehën e njeriut? Sepse unë jam një individ që kam punuar që kur isha 17 vjeç. Nuk e kam përfituar dot veten time, mos punoja një ditë jetës time, edhe apo thjeshtëria të më vinin gjëra kështu, si me magji edhe kam jetuar mirë, kam jetuar keq, kam jetuar në konvikt, kam jetuar në vilë luksoze, kam parë shumë gjëra në jetën time, shumë eksperiencë. Si të thuash, ka shumë vajza të bukura të cilat i fusin edhe nga i libër në fund. E kupton? Nuk duat përmendem konkret, nuk duat paragjykoj, secili e di vetë atë që ka. Ka shumë vajza të bukura të cilat bëjnë si intelektuale, bëjnë. Prandaj këtë gjë doja realisht kuptoj dhe ta bëra pyetjen me shumë sinqeritet, vërtet. Po. Atëherë, intelektualet, nëse ne ndalemi te kuptimi intelektuales në vetvete, ideja është e kërkimit të dijes, të qoftë edhe morale, sepse njerëzit për shembull moralin e ngatrojnë me veshjen, me zhveshjen, ndërkohë që morali është baza e dëmshurisë. Kështu që praktikisht intelektual, kush është ai njeri që kërkon për te asaj që i jep shoqëria. Dhe unë mund të mos kem lexuar ka shumë libra, ka shumë vajza që kanë lexuar shumë herë, më shumë se sa mua. Mirë, okay, modestia është e kuptueshme. Por vjen kërkimi tek e vërteta, tek ajo gjë që unë nuk më kënaq, dua të shkoj për te. Pra, unë e kam parë, se doja të ndalesh atë kjo pjesa e punës, nuk e përfituara dot që para se të shkoj në punë mos të ulesha në një kafene dhe të lexoja një orë libër, sepse për mua ishte një terapi. Ishte një terapi për të më ndihmuar mua të përballoja presionin e jetës. Për mua ka qenë e vështirë, siç besoj edhe për shumë të tjerë, të cilët ja kanë dalur vetë të çajin, aq më tepër që unë jam, le të themi, futem tek ato të ardhurit në Tiranë që ja kanë dalë mban me forcat e veta dhe vazhdojnë akoma të aspirojnë të zhvillojnë më tepër. Kështu që e kam marr atë librin si mjet, e kam filluar fillimisht si streh dhe më pas e kam përdorur si mjet dhe prandaj jam këtu sot me juve. Ne vazhdojmë të flasim ende për librat, por pa e ndjerë dhe pa e kuptuar fare, ne kemi arritur në përfundim të pjesës së parë, do të shkojmë te Good Days nga Siza dhe pastaj do të rikthehemi sërish për të vijuar bisedën me Gjorgjinën dhe bashkë me kolegun tim Egonin, të cilin e kam gjan shumë. Kujti bjeri 51 10 Ma mori nga goja. Ma mori nga goja, s'me la të futesha. Po tani dikush do ta zgjidhi këto. Jepi, vazhdo. Unë e kuptoj që ti po e shijon pafund të bisedë, njësoj siç po e shijoj edhe unë dhe uroj edhe ti Gjorgjin, ti je duke e shijuar e përmenda 3 herë. E di pse, sepse është e rrallë të takohesh me njerëz të cilët e kanë kaq shumë pasion librin në thelb. E vërtet. Mendon Gjorgjin që ne thjesht jetojmë me paragjykimin që në Shqipëri nuk lexohet apo se ti besoj e kupton këtë edhe sepse ke krijuar tashmë një paragjykime jo vetëm për librin, kështu që ke krijuar një komunitet edhe ndoshta mund na tregosh pak më shumë. Po, komuniteti që kam krijuar shumë i bukur në fakt, ka shumë vajza që kanë një botë shumë të bukur që lexojnë, ndajnë përshtypjet e tyre për librat. Në fakt kur e kam nisur unë, kanë qenë vetëm shumë pak faqe që promovonin librin në sensin e book blogut, sepse book blogu si edhe si term apo tani kohët e fundit ka filluar të qarkullojë më tepër në Shqipëri, flas sepse në atëherë kohë kishte edhe shumë youtubera që flisnin për librat. Edhe në fakt, unë kur e kam nisur faqen time isha shumë e ndrojtur, nuk e nxirja veten time, thjesht nxirja shprehje nga libra që lexoja, përshtypje të librit, foto të librit, derisa pastaj u ndava nga ishi dashur, e kupton, dhe aty krijoi faza e parë ime bombastike e të dalurit vetë. Këtë do na e tregosh. Pikërisht këtë do doja të na e tregoje. Si e kujton atë videon e parë me fytyrë, duke folur, duke treguar atë që ti e bën tashmë dhe je mësuar. Po, ajo era e parë është e veçantë patjetër. Po, ishte shumë e veçantë në fakt, ishte
Videoja e parë që unë kam bërë në YouTube, por më pas kam bërë edhe në rrjetet sociale se paralelisht kisha filluar të postoja veten time me një foto në libri etj. Unë fillova të jetoja vetëm, pra u shkëputa, ishte ajo periudha që vjen ai transformimi i parë derisa shkon tek ndarja në një marrëdhënie të gjatë, flas ishte 4 vite gjys. Dhe në atë periudhë videoja e parë që më kisha postuar në YouTube para ndarjes. Domethënë ishte Burimi i jetës, një libër nga Ayn Rand, ishte për mua shumë frymëzues, sepse ishte historia e një arkitekti që ai nuk përqafoheshe metodika e tij e të ndërtuarit rezidenca, ishte shumë moderne. Për atë kohë në fakt ishte pjesë e shkollës së Wrightit, Frank Lloyd Wright, dhe ai në atë kohë ndesheshe me këto tradicionalët që donin këto kolonat e bukura, alla Pallati Versailles etj. Dhe Ayn Rand si shkrimtar është një shkrimtare shumë e mirë e cila të sjell këtë pjesën e zhvillimit dhe si thua avangardes. Pra, kjo është videoja ime e parë. Videoja ime e dytë ka qenë pikërisht kjo videoja që u bë shumë virale më pas se që më bëri të dalë në televizion, dhe ajo ishte një periudhë që unë po kaloja këtë fazën e transformimit tim dhe doja të kujtoja vetes se kush isha, çfarë kisha kaluar në jetë, edhe forcën dhe peshën time që asgjë mua nuk më mposhtë dhe nuk më thyen si individ, as më tepër shkëputja e marrëdhënieve se njerëzit janë thjesht kalimtar dhe të përkohshëm. E interesante në fakt, e vërtet. Unë doja të pyesja një kështu shkurtimisht, sa libra ke lexuar në jetë? Tani, nëse unë bëj kalkulimet e mia matematikore dhe flas që nga 10 vjeç, unë tani jam 32 vjeç, i thon 22 vite që kam lexuar. 12 muaj ka viti, llogarit 4 libra në muaj minimumi. Mund ta marrim rreth 40 libra në vite, 20 vite, mund të 800-900 libra ose rreth edhe 1000. Sepse kishte periudha për shkakun që unë mund të lexoja edhe 10 libra në muaj që shkitur isha. Kur shkoja në bibliotekë, po kishte edhe periudha që mund të lexoja vetëm një libër. Gjurgjën si ja bën me bibliotekën, se tani nuk mbarajmë për bibliotekën më të pasur. Gjithë njerëzit që më shikojnë bibliotekën të thonë kjo është milionere, se s'ka mundësi që blen kaq shumë libra. Në fakt unë shpenzoj shumë për libra dhe duhet të mos ta dëgjoj mami këtë intervistë. Një buxhet mujore ke, për shembull, një shumë minimale? Jo, nuk kam. Ky është problemi im. Po shumë më e lartë që ke harxuar ndonjëherë për të bler libra? Në muaj flet apo thjesht në një muaj, po themi. Në një libër. Në një muaj. Po ka qenë rreth 400-500 euro. Okej. Ama ky është një investim i zgjuar dhe në ka një gjë për të cilën nuk kam të kaluar. Ky është bigjoz. Dhe ky është bigjozi. Shikoj se më ndodhte për shkak të kumari. Dhe më dilte ndonjë libër, për shembull, nga ato që ishin nga 50-60 euro, që ishin kopertina të trasha dhe ishin të veçantë, nuk lija dot. Jo, po nuk i lë, po prandaj them është bigjoz. Prandaj është bigjoz, bra, si se lë dot. Po më mirë kjo thuaj. Shkurtimisht, ke lexuar ndonjëherë, po shumë shkurt se dua të hitem në një çështje tjetër. Ke lexuar ndonjëherë ndonjë libër që ka qenë shumë i fortë për ty sepse të ka çier maskën ose iluzionin që mund të kesh pas për veten? Ke pas një iluzion për veten në ndonjë lloj forme dhe ke lexuar një libër i cili ta ka hequr këtë iluzion? Tani çere maskën. Në fakt, kjo pyetje jote është shumë interesante sepse unë mund të them më tepër të përqafimi asaj që unë nuk doja të dija, sepse shiko pak, unë nga që lexoj tipologji të ndryshme zhanresh, domethënë zhanre të ndryshme librash, mund të ndodhë që edhe në një romanc unë të gjej diçka që nuk shkon me mua për shembull dhe të më japi përgjigjen e asaj pyetjes them po, ka të drejtë. Në fund të ditës çfarë nuk shkon pesha ime për shembull, trupore, nuk shkon ku diun, paraqitja e kam lënë veten pas dorë në diçka. Por mund të ndodhë edhe tek ai kërkimi vetvetes, për shembull në libra që janë akoma dhe më të thellë, që shkojnë përtej le ta lidhim pak me zgjimin si individ te kjo pjesa që qarkullon e Matrix etj. Por flas për shembull është një libër që unë e përmend shpesh, e kam përmendur që kam lexuar për herë të parë, Mali Magjik i Thomas Mannit. Dhe ky ka qenë një libër që më ka ndryshuar mua tërësisht si individ. Pas atij libri unë nuk isha më njëjti njeri. Dhe këtu ka qenë pikërisht ajo forca që më ushtua më tepër.
Ai, domethënë, si libër kush e ka lexuar ose kush do ta lexojë, e di shumë mirë që është një djalë, një inxhinier, një student inxhinierie më saktë, që shkon në malin e Davosit në një sanatorium dhe aty ai takohet me kushërinë e tij thjesht për një vizitë, por nga një vizitë 3 javore kthehet në disa vite, bëhet ai vetë pacient. Dhe aty unë fillova të kuptoja që gjithë njerëzimi, ne si individ, secili për nesh e ka një sëmundje, në thonjza vuan nga diçka dhe ai rrethi që ti krijon, ai rrethi qoftë edhe intelektual, sepse aty ishte një rreth shumë interesant, individësh italian, rus, pra edhe nga nacionalitete të ndryshme, se Thomas Mann në atë kohë ishte edhe i larguar nga që ishte sistemi nazist i Adolf Hitler, që edhe ja hoqi çmimin Nobel, dhe normalisht lidhet edhe situatën politike. Kështu ai libër vërtet më transformoi si individ, sepse thash me vete cili është kuptimi vërtet i jetës. Të shkosh, të largohesh dhe të kërkosh të dish më tepër dhe më pas një ditë se në fund për shembull Hans Karsorpi, që është personazhi kryesor, u rikthye dhe luftoi për vendin e tij si gjithë ushtarët e tjerë të zakonshëm. Pra ai nga një rimas, këtë papritur bë prapë pjesë e asaj turme. Ai libër më ka goditur për shembull. Cili është kuptimi i jetës dhe këtu do doja të zgjeroheshim pak më shumë. E ke gjetur ti sot kuptimin tënd të jetës? Po, të lexoj. Dhe nëse e bukur kjo. Unë nuk e di se cila është më interesante, të shohësh apo të dëgjosh. Dhe mendoj që në të dyja rastet është mjaft interesante. Jo, e di, unë teksa e shoh Gjorgjinën, e di çfarë vibe më jep, edhe më kujton një nga filmat e mi të preferuar, personazhin, protagonist, Emily Clark, tek Me Before You. Po. Nuk e di pse ma jep shumë vibe-in e saj kur të shoh. Me ato filma për të. Ndërkohë, ka shumë personazhe brenda meje që unë filloj dhe transformoj në shoqëri. Okej, dhe besoj fakti që ke jetuar mes librash të bën ta kesh edhe këtë aftësi edhe gjithçka ta shohësh me një sy pak më ndryshe, po do doja ta vazhdoja të diskutimin për kuptimin e jetës. Shiko pak, kur njeriu lexon një libër, nuk duhet të mjaftohet thjesht çfarë ka lexuar aty, por tek impakti që ka marrë nga ai libër. Pikërisht. Dhe nëse flasim për impaktin, nëse ti nuk i përdor një uri që merr në jetën reale, ato nuk të vlejnë. Pra, unë gjatë gjithë le të themi kohës së leximit tim, në inkonsciencën time janë krijuar shumë ngjarje dhe ndodhira të cilat në një ditë të caktuar të jetës time reale janë bërë realitet. Mund të kem lexuar romane si Lolita, mund të kem lexuar romane të cilat më çonin në Amerikën e largët, në Hungari e të tjera. Dhe një ditë të bukur kam gjetur veten aty duke përjetuar ngjarje të pazakonta, të cilat ishin të ngjashme me historitë e librave që unë lexoja. Më tregoj një situatë që e ke gjetur veten sikur ishte personazhi aty librin. Ja, pikërisht ta lidh pak me personazhin Hans Karsorp. Unë jam shumë e lidhur me Zvicrën, sepse edhe puna ime më lidh me të. Në kokën time gjithmonë dëshiroja të shkoja një ditë në Zvicër, më jepte atë ndjesinë që po të shkoja aty do gjeja diçka që mua më mungonte. Pas 7 vitesh unë e lexova këtë libër, shkova në Zvicër për herë të parë. Dhe aty mora me vete pikërisht këtë libër në gjuhën italiane, La Montagna Magica të Thomas Mann. Dhe isha ulur aty në stol, sepse është Lago Maggiore, është liçeni dhe malet e tjera. Ishte një moment shumë magjik për mua, për të kuptuar që unë e kisha manifestuar këtë gjë gjithkohës. Doja të shkoj atje, doja ta përjetoja atë ndjesinë që dhe Hans Karsorp përjetoi, duke shkuar në një vend komplet ndryshe nga kultura e tij. Pra praktikisht në kokën tonë krijohen disa ligje tërheqje, le të themi, që ti nuk e kupton që kjo është ajo gjë që ti do dhe në fakt ti një ditë të bukur e arrin. Po për ta përdorur këtë fuqi duhet jo vetëm një punë e jashtëzakonshme veten tënde, jo vetëm mjaftohesh me librat, por edhe të guxosh. Unë jam një person që guxoj shumë, të bëj dhe gjëra që individët e tjerë thonë kjo është çmendur që e bën. Besoj që këtë gjithë e kemi parë në një farë mënyrë tek platformat e tua në rrjetet sociale dhe për një pjesë të madhe duken guximshme Gjorgjin. Po, të flasësh pa filtra, pa u vendosur në presion nga mendimi i shoqërisë. Po. Jepi Egon. Mbarove. Jepi. Në lidhje me këtë guximin tënd, rebelizmin tënd, a ke menduar ndonjëherë se mund të jesh duke përcjellë një model të gabuar tek vajza të tjera për shembull?
Nuk po them që përcjell model të gabuar, po a e ke menduar ti këtë gjë që një sekond, se mbase është më e guximshme se ç'duhet, mbase nuk është tamam e duhura, mbase Shiko, duhet një lloj balance për çfarë do gjëje në jetë edhe në mënyrën se si unë postoj. Për shembull, vërtet në një moment unë guxoj, po në një moment tjetër unë dal edhe flas me ironi ose jap një përshtypje të një libri që kam lexuar, jap diçka që individi i cili më ndjek ta kuptoj që kjo gjë që unë provokoj, kjo gjë që unë bëj, nuk është esenca e vërtet, por esenca vërtet është tek fjalët që unë dua t'i transmetoj. Pra, unë kam shumë vajza që i kam bërë shumë mikesha të mira dhe janë shumë vajza të mira, të cilat shpeshherë gjejnë shumë stre të më thon problematikat e tyre dhe më marrin këshilla dhe marrin dhe thon, madje më thon futem te ty vetëm që të karikohem me energji pozitive dhe kjo gjë mua më jep shumë dashuri dhe lumturi. Sigurisht nuk mund të pretendojmë që të na duan të gjithë individët, Sigurisht. Por duke patur unë dashamirësi për çdo person, sepse është kjo pjesa që kur ti ke kaluar disa vuajtje në jetë, ndonjëherë edhe unë vetë kam kaluar këtë pjesën e parë gjykimit që them e gjykoj dikë kot pa lidhje, pastaj them okay, po ndoshta kjo ka vuajtur, ndoshta ka hequr një fëmijë, ndoshta ka bërë diçka tjetër që i ka ndodhur, prandaj ndoshta flet kaq ashpër me mua. Do të thonë mund të ketë shumë gjëra të cilat neve nuk i dim prapa kuintave dhe shpeshherë duhet që të është kjo barriera që ti krijon, që një energjia negative mos të prekë individit tjetër. Është vështirë për të arritur këtë gjë, por që vjen një moment që thua, okay, çfarë mund të bëj unë, kjo gjë nuk më prek, po çfarë mund të bëj unë për të ndihmuar. Do të shkojmë tani në një tjetër hapësirë muzikore për të rikthyer në pjesën e tretë, do të shkojmë tek I Am Not My Hair nga India Arie feat. Akon. Ja ku jemi me Gjorgjinën dhe me Violën, prap këtu në studio. Vazhdojmë bisedën tonë mjaft interesante. Gjorgjina, shiko, dua t'i rikthem një momenti të vështirë që ti e ke treguar gjithmonë në intervistat e tua, një momenti kur ke qenë diku në moshën 12 vjeçare dhe doje t'i bëje keq vetes tënde. Fatmirësisht ajo gjë nuk ndodhi edhe ti sot je mes nesh edhe fal Zotit. Edhe vërtet pavarësisht se po them që po njihemi këtu, po them po fal Zotit që je këtu mes nesh, kjo është ideja. Por unë doja të të bëja një pyetje. Nëse ti do kishe mundësi ta takoje sot atë vajzën 12 vjeçare, të përballesh me atë, çfarë do t'i thoje? Sot që ke kaluar këtë përvojë jete, që ke lexuar librat që ke lexuar, që ke kuptuar gjërat që ke kuptuar. Dhe besoj që kjo Gjorgjin nuk është biseda jote me veten tënde 12 vjeçare në një pasqyrë duke u drejtuar, po kjo është biseda jote me gjithë ato vajza 12 vjeçare, 14 vjeçare, kështu me radhë, që sot përballen me bullizmin, sot përballen me të ndjerit ndryshe. Kështu që kam përshtypjen më mirë se sa një njeri që e ka përjetuar vet nuk mund të këshilloj dikush tjetër. Po patjetër, po. Sepse në momentin që ti përjeton këtë ndjesi është një errësirë e vazhdueshme që përpiqesh të dalësh, por ti je zhytur kaq thellë në ato humner sa që ti në momentin që dëshiron të dalësh të shohësh dritën përsëri bie brenda. Në rastin tim ka qenë një fat vërtet i rrallë, sepse të biesh nga një lartësi e tillë është e pashmangshme, vdekja. Jo, e kuptoj, qartë, nuk dua që ta tregosh, por tani unë dua që të ndalem pak, nëse unë të kthehesha në kohë tek ajo vajza që do përballeshe. Do përballesha në momentin që unë do rrëzohesha në shkollë, kur gjithë më tallnin, kur unë luaja, do ta merra atë vajzën për dorë, i thosha s'ka gjë se e bër pis. Nuk ka problem që nuk di të luash. Ti e mençur në matematikë dhe në fizikë. Ti e mençur në diçka që të tjerët nuk janë. Secili prej fëmijëve, secili prej adoleshentëve ka një talent të vetin. Ka një talent në një fushë të caktuar. Edhe ai personi i cili të duket më bazik apo më i rëndomt, ka një talent që ti nuk e ke. Dhe pikërisht për këtë arsye, duke dashur të përshtatësh të tjerëve, ti harron atë gjë që ty të pëlqen. Dhe do t'i thosh asaj vajzës tënde, ç'a të pëlqen ty të bësh më shumë se sa të lozësh me gocat e tjera? Do thot ajo, mua më pëlqen të lexoj libra, atëherë lexo libra. Lexo libra dhe
Le të shkojnë në djallë ato që duan të luajnë. Fuck it. Fuck those bitches. Le të vazhdojnë të luajnë, mendoj unë, ndërkohë që unë bëj atë çfarë Dhe më sepse pëlqen. ideja është do ta bësh një gjë, nëse ti do ta bësh. Nëse unë për shembull më vonë fatmirësisht u bëra pjesë e grupit të kërcimit arabik të shkollës që nuk ma priste mendja fare, ç'lidhje kisha unë më pëlqente shumë të kërceja, por e pash veten time që kisha një talent. Gjithsesi, dhe ato që më bullizonin mua që s'dija të kërceja, sot më shohin mua duke kërcyer, kupton? Kështu që transformohet Wow, individi. çfarë vetbesimi. Në fakt, Shumë mirë. nëse ushqejm vetbesimin, ushqejm rrjedhimisht Ushqejm dashurinë për edhe, veten po, dhe kështu edhe ato për të pasionin që tjerët. ne kemi. Se unë edhe kam thënë në këtë studio dhe do vazhdoj ta Do shta them jetojshin thjesht me radhë xheloze. që nëse ne nuk arrim do të duam veten, nuk kemi se si të duam të tjerët, kështu që gjithçka nis nga dashuria për veten. Ti je pak natyrë rebele, ë? E konsideron pak? Okej, unë po them pak për çën e përmbajtur. Cili është çmimi që duhet paguash për këtë rebelimin tënd? Çmimi. Çmimi është kur dalin, jo vetëm libra. Vërtetë? Po për zotin. Dhe ideja është këtu që çmimi që unë paguaj, nuk mendoj që ka një çmim që unë e kam paguar më tepër se sa ajo dhimbja e të ndjerit shpeshherë në si thua vetëm për të vetmin arsye që dikush të parajgjikon në kohë të pa arsye dhe ti thua në fillim më prekte shumë kjo gjë dhe ndalesha të komentoja çdo kujt atë pjesën e përgjigjes time ndërsa tani thjesht e injoroj sepse nuk lejoj energjinë e tyre, madje shpesh i bllokoj, pikërisht sepse nuk e dua këtë energji të më futet në rrjedhën e ditës time dhe në spontanitetin tim. Prandaj them me veten time që çmimin tashmë unë e kam paguar. E kam paguar për të vetëm në arsye sepse gjithmonë individët duke marrë spunto, ka kjo gjë mendojnë që ti ndoshta nuk je serioze në punë ose ndoshta nuk je serioze në marrëdhënie, ndërkohë që një person si unë mundet që të jetë shumë herë më serioze se sa një individ që ka një profil diskret, qoftë edhe në marrëdhënie pune, qoftë edhe në marrëdhënie shoqërore, qoftë edhe në marrëdhënie dashurore. Më të rrezikshëm ndonjëherë. Dhe prandaj kjo krijohet përshtypja e individëve që kjo vajzë ndoshta nuk është besnike, ndoshta është ku diun. Domethënë shumë gjëra të cilat shpesh njeriu lidh pak me atë stereotipin që ka krijuar në kokën e vet, si duhet të jetë një model vajze e lexuar në thonjza. Dhe me që jemi tek modelet, kush është modeli yt? Modeli im si ose individ. dikush që të ka frymëzuar. Ose disa, se ti ke lexuar shumë libra, ke një botë mjaft të gjerë, kështu që pse ta kufizojmë. Modeli që më ka frymëzuar. Tani unë modelet e mia i marr gjithmonë nga shkrimtarë që nuk jetojnë më. Dhe unë jam shumë e lidhur me Balzacun si shkrimtar. Pra nëse marr modele shkrimtarësh do flas për Thomas Mannin, Balzacun, Schopenhauerin, filozofinë e jetës që ato kanë, që çdo gjë ne heqim atë pjesën që na bën të ndjehemi keq, çfarë është lumturia, thot ai, të heqim atë çfarë na bën neve të ndjehemi të trishtueshëm dhe në fund mbetet ajo përshtatja jote me rrethanat. Por sigurisht modeli nëse flasim për jetën reale e jashtë librave është mamaja ime. Oh, sa bukur, sa bukur. Shëndesi. Pa, ciao mami. Edhe ideja është që mamaja ime është gruaja më e fortë që unë kam njohur, mamaja dhe motrat e mia sigurisht. Dhe ajo na ka marrë neve vajzat e vogla nga qyteti i Cerrikut, na solli në Elbasan dhe i tha babait atëherë, po të duash hajde, po të duash ri, unë do marr vajzat e mia sepse ato do shkollohen në një qytet. Edhe babai? Po sigurisht erdhi, ndoqi dhe ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme për të na shkolluar, për të na dhënë atë frymën e të qenit të pavarur të zonja vetes. Dhe ajo që më thoshte mamaja ime nuk është si tipike që mundi thonë të gjesh burr me kushtet e mia ekonomike, por shikonin shkollën. Dhe nëse shkojmë më tutje, gjyshja ime e cila shiste lule për të mbajtur 7 fëmijë tim, dhe e vetmja gjë që ai thoshte më shumë i thoshte shikoni shkollën, mos shikoni burrat. Dhe ky model që unë kam marrë në familje ka qenë i tillë. Babai im ka qenë kërkues shkencor në degën e agronomisë, ishte krye agronom, dhe ai që në kohën ku punonte mbante korrespondencë me individ nga Australia, nga Singapore, ishte
një individ i cili kishte një botë jashtëzakonshme dhe prandaj kjo fryma e familjes time më ka bërë kjo që unë jam që aspiroj të jem të njihem për unë si Georgina dhe jo unë si hija e dikujt tjetër. Shumë e bukur kjo. Megjithatë ti mos shikova vetëm shkollën, domethënë. Po patjetër, po do të nejtë shumë i bukur tash. Tani Georgine, I gjatë 2 metra. jam e bindur që ti ke jetuar shumë jetë. Ti ke jetuar në çdo kohë se kështu ndodh me njerëzit që lexojnë libra. Old soul, po jam pak old soul. Por besoj që e ke zgjedhur epokën ku ti do ndieshe më rehat. Tregimin e dikujt, pra ku do doje ti të jetoje në librat e cilit autor? Në librat e cilit autor? Në cilën epokë konkretisht? Në kohën e mesjetës, në kohën e shtrigave. Po pse? Jo. Sepse doja të shikoja se çfarë i bënte ato të quheshin shtriga, ndërkohë që ishin thjesht vajzat apo gratë më inteligjente të kohës së tyre, të cilat torturoheshin vetëm se ishin shumë të bukura apo shumë të mençura. Dhe vetëm sepse nëpërmjet bimëve shoruese ato gjenin taktika për të sjellë njerëzit të jetë. Dhe një nga romanet për shkakun që më ka sjell në kohën e mesjetës është Emri i Trëndafilit të Umberto Ecos, ku gjërat zhvilloheshin brenda një manastiri me murgje dhe bibliotekë mesjetare, por dhe Lord of Rings që më çon në atë kohë që është seriali, domethënë filmi im i preferuar. Ja, këtu e përpushem. Jam kështu, unë adhuroj atë film është. E kam parë një 20 herë duke thënë kur. Mirë, shkojmë shpejt. Ta shfrytëzojmë kohën maksimum e gon sepse jemi në limite, kështu që loja e parë që do bëjmë është po ose jo. E kupton? Po. Edhe ndonjë ose jo dhe ndonjë përgjigje, po shumë i shkurtër. Okej. Thjesht. Mirë, a do postoje një foto nudo për një kauzë sociale që e konsideron të rëndësishme? Po. Okej. A do bësh pjesë e një reality show nëse do të vinte ftesa? Po. Okej. A do promovoje një libër që nuk të pëlqen vetëm se je mik me një autor? Jo. Të ka ndodhur ndonjë situatë e tillë që ta kanë kërkuar një mik, një autor? Më ka ndodhur, thjesht mund ta kem postuar në story, por jo ti kem dhënë shumë rëndësi si libër. Okej, e ke lexuar vet? Po patjetër, po e kam lexuar. Po unë e dalloj direkt kur është për shkrimtar ose nuk është. Okej. Si dallon? Po që nga mënyra e shiko pak, shkrimtari shkruan për të shoqërinë, për fenomenet, për të tjerat, jo për veten. E bukur kjo, e bukur, shumë e bukur kjo. Shkojmë tek radhës e gon. Jepi. Shoti radha jote. Mirë, okay. Do të flisë hapur për ndonjë të famshëm ose VIP që të ka zgënjur? Jo, s'merrem me njerëz atë. Okej. S'kam se ti përgojoj kot pa lidhje. A të ka ndodhur që apo do të mund të ndodh që të postosh diçka provokuese dhe pastaj të pendohesh, ndoshta kam shkuar shumë larg të mendosh? Për kë? Të postosh diçka provokuese dhe pastaj të pendohesh që ndoshta kam shkuar shumë larg. Jo vetëm po ma ke kërkuar ishi që e kam hequr dhe kam vënë prap. A ka ndonjë temë tabu që edhe pse ti e përmendëm disa herë gjatë kësaj bisede, jeton pa filtra, pa u shqetësuar për opinionin e tjerëve, prap nuk e guxuar ta prekësh, se është shumë e ndjeshme, ndoshta mund të krijojë një impakt shumë të madh në shoqëri. Aborti, përdhunimi, këto gjërat më dim se ti prek, me thënë të drejtën. Jam i çike ndjeshme ndaj këtyre gjërave. Edhe abuzime seksuale në vendin e punës. Okej. Se më ka ndodhur, kështu që. Okej. Nuk po duam të të pyesim më shumë për këtë. Okej. Tani kemi edhe një lojë tjetër që në fakt është mjaft interesante, do të thuash ti çfarë është. Unë dua që ti të marrësh telefonin. Telefonin e kemi lënë. Po do ta marrim telefonin tash. Kështu që njëri nga çunat, taksirat na sjell telefon. Ka me kod telefonin se ha. Jo, ti do ta hapësh. E kam me kod. Po ti pra do ta hapësh? Ç'do shoh aty? Do ta them unë tani ç'do shohësh. Do shohim pra deri ku shkon guximi. Ja ta shohim. Sa do të tash? Shpjegoja Georginës. Unë dua të di 3 mesazhet e fundit më të çuditshme që ti ke marrë në qoftë tek akaunti yt personal ose qoftë edhe tek faqja. 3 mesazhet më të çuditshme, më weird ose që mund të kenë. Nëse i mban mend, mund edhe ti thuash mbase pa i kërkuar. Tash unë nga që më vin shumë mesazhe këtu, më thënë të drejtën, ndonjëherë shpesh vin nga admirues. Nga fansa. Edhe më vjen edhe ca poezira, ca gjëra që kur i lexoj për shembull
mund të jenë, nuk më besoj që janë të çuditshme, më shumë janë mesazhe të bukura në formën e tyre për të më shprehur mua të respektin, dashamirësinë, qoftë edhe nga çuna, sado që për shembull mund t'i vë pak në lojë, prapë e vlerësoj, këdo që më ndjek, tash më pëlqen, tash jam 32 vjeç, më për shtypë këto shoh. Jo, u pëlqen atyre. Po atyre pëlqen tash që them, do më futem te koka atyre. Tash se disha them, ja kisha një poezi për shembull, dikush që ka thënë një poezi. Kisha postuar se jam shumë kurioz, më Raman, ha. Po kisha postuar në story, jo video e fundit që kisha bërë sensuale, unë e postova në story ishte. Edhe ja bënte njëri, thoshte ishte poetik në fakt. Thoshte e ndjej çdo pjesë të trupit tim duke të kërkuar, si një zjarr i qetë që digjet vetëm për ty. E ke kthyer përgjigjet? Jo. Prita dëgjojmë. Mjafton të mbyll syt dhe lëkura jote më mbështet si një kujtim i gjallë. Ai do ndjet i privilegjuar tani. Dua të ndjej buzët e tua të zvarriten ngadalë mbi të mijat, duart të humbin në çdo kthesë të trupit tim dhe frymarrja jote të bëhet ritmi i natës son. Mos ka talent. Mos më lër të pres shumë gjatë. Mendja ime tashmë është lakuriç para teje. Okej. Shoku që e ke me fat që ta lexuam poezinë këtu. Jo, po, është lodhë shpejtë, do ka shkuar një paragraf. Më pëlqeu. Okej, mirë. Më pëlqeu, jo keq. Mos të lexoj tjera mos e do të. Jo, mjafton, shiko. Fare, do më shtaj kandidat të mami për një gjë. Jo, Gjorgjina. Tani duhet të trajtuar me kujdes kjo çështje. Unë kisha një ditë të lodhshme, sot ditë e zakonshme pune, a kupton, edhe biseda me ty këtu në studio ishte vërtet shumë e këndshme. Ne shijuam Gjorgjinë dhe turojmë shumë suksese në çfarëdo lloj rrugë që ti zgjedh në jetën tënde. Uroj të shkëlqesh. Kudo tani, nëse s'ke plane për nesër, të t'japim një sugjerim çfarë mund bësh? Jo për nesër tamam, për në 31 maj, nga 31 maj. Duke jetuar me idenë që gjithmonë në Cineplex. Jo vetëm libra, edhe filma. Tani, ajo çfarë ti mund të bësh dhe kushdo tjetër në 31 maj është që mund të shkojë në rrjetin e kinemave Cineplex në Teg dhe QTU, sepse vjen J-Hope Tour Hope on the Stage in Japan. Një spektakël energjie dhe emocioni nga antari i BTS Bangtan Boys, koreano jugori J-Hope. Është një film musical që sjell performancat më të fuqishme të turneut të tij solo në Japoni me koreografi mahnitse, atmosferë elektrizuese dhe një lidhje unike me fansat, një përvojë muzikore që nuk duhet të humbur në Teg dhe në QTU. Për gjithë ata që e kanë ndjekur J-Hope, e din që është një super këngëtar koreano jugor i popit. Tani është koha që të përshëndesim, jemi të tre bashkë këtu. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër, deri atëherë mos harroni që ta ndiqni në valët e Radio Sol 89.0 FM, në faqen tonë në Instagram, në faqen tonë në YouTube, mbi të gjitha dhe sigurisht në faqen tonë, në kanalin tonë në Spotify, si i thonë. Mirë? Ne do ju përshëndesim këtu, kaloni sa më mirë, kujdesuni për veten, shijoni këto temperaturat e larta, bëfshi qejf dhe mirupafshim.